Me nisjen e sezonit turistik dhe rritjen e temperaturave verore, qyteti i Shkodrës ishte rikthyer një tradite të hershme, pastrimit të rrugëve me ujë me presion. Shoqëria rajonale ujësjellës kanalizimeve Shkodër ka nisur pastrimin dhe larjen e pedonaleve dhe rrugëve kryesore të qytetit, me qëllim përmirësimin e standardeve të higjienës e mirëmbajtjen e hapësirave publike. Që në orët e para të mëngjesit të së shtunës, ekipet e pastrimit janë angazhuar në terren duke përdorur automjete speciale me presion të lartë uji për të larguar pluhurin, papastërtitë dhe mbetjet që grumbullohen për ditë në zonat më të frekuentuara të qytetit. Fokusi i kësaj ndërhyrjeje janë kryesisht segmentet pedonale, të cilat përfaqësojnë jo vetëm hapësira të rëndësishme për lëvizjen e qytetarëve, por edhe pika me vlerë turistike dhe historike. Ndër zonat ku është përqendruar pastrimi janë pedonalja Kolidromeno, rruga përgjatë qendrës historike të Gjuhadolit, pedonalja pranë Bashkisë së Shkodrës. Kjo nismë synon që përveç përmirësimit të higjienës publike, për të ofrojë dhe një ambient më cilësor për banorët dhe turistët, të cilët gjatë verës vizitojnë një numër të lartë Shkodrën. Ndërhyrja është një pjesë e një plani periodik të mirëmbajtjes së qytetit, i cili intensifikohet gjatë muajve të verës për shkak të shtimit të aktivitetit në hapësirat publike dhe vizitave turistike. Shoqëria rajonale e ujësjellësit u bën thirrje qytetarëve dhe bizneseve që të bashkëpunojnë për ruajtjen e pastërtisë, duke evituar ndotjen e hapësirave publike të cilat pastrohen rregullisht. Pastrimi me ujë do të vijojë edhe në ditët në vijim, duke përfshirë zona të tjera të qytetit, me synimin për të garantuar një mjedis të pastër, të sigurt dhe mikpritës për të gjithë.